Përpiqemi tani të marrim më tepër informacion për gravitjen e ndodhur në pikën e këmbimit valutor në lagjen 5 Maj këtu në kryeqytet. Besar Baraktara i ndodhet aty, ka më tepër informacion. Besar, përshëndes, si janë zhvilluar ngjarjet? Po, Leftion, bëhet fjalë për një grabitje të realizuar nga një person ende i pa identifikuar nga ana e policisë, megjithatë verifikimet janë duke u kryer nga ana e grupit hetimor për zbardhjen e identitetit të autorit, megjithatë ka disa vende ku dyshohet se ai mund të jetë larguar. Ngjarja ka ndodhur disa minuta më parë në një qendër tregtare në zonën e 5 Majit, ku një person i armatosur në dukje me një pistolet, të paktën siç deklaron paraprakisht policia, i maskuar me kapuç në kokë, ka hyrë në ambientet e një pike të këmbimit valutor dhe ka marrë një sasi parash, të paktën deri në këtë moment e referuar edhe dëshmisë së punonjësve së pikës së këmbimit valutor. Dyshohet që shuma të jetë rreth 120.000 lekë të reja të marra në pikën e këmbimit valutor, dhe kjo është marrë në kërcënimin e një sendi që sipas policisë është në dukje një armë zjarri dhe më pas autori është larguar. Ka ardhur pranë qendrës tregtare një fotografi të autorit të dyshuar të kësaj grabitjeje, është një pamje pikërisht e shkputur nga videot që kanë kapur edhe kamerat e sigurisë. Ai duket i maskuar me një veshje të zezit, ashtu edhe fytyrën e mbuluar. Po, Besar. Po, Lefjon, është pikërisht ai momenti që autori sapo ka parkuar motorin e tij përpara qendrës tregtare dhe ka hyrë në këmbë në ambientet e qendrës tregtare dhe është drejtuar për tek pika e këmbimit valutor, ka marrë paratë dhe menjëherë me shpejtësi është larguar drejt daljes së qendrës tregtare, ka marrë motorin dhe më pas është larguar drejt rrugicave të zonës së 5 Majit, aty ku dyshohet se fshihet. Megjithatë, shërbimet e komisariatit numër 4 janë vënë në ndjekje të autorit për të bërë të mundur dhe arrestimin e tij. Të paktën deri në këtë moment grupi hetimor nuk ka ende një emër të autorit të mundshëm të kësaj ngjarje, megjithatë në një fazë të mëvonshme të verifikimeve, patjetër do të këshyren kamerat e sigurisë edhe të ditëve më përpara nëse autori ka qenë për të studiuar, le të themi, pikën e këmbimit valutor për ta grabitur gjatë orëve të para të mëngjesit të ditës së sotme. Grupi hetimor është duke vijuar edhe me pamje të kamerave të sigurisë të disa bizneseve të qendrës tregtare, ku është një zonë patjetër që ka 10 kamera sigurie që do të ndihmojnë policinë për të bërë të mundur në arritjen e identifikimit të autorit të kësaj ngjarje. Është një grabitje që ndodh në pak kohë në kryeqytet, pra një veprim i përsëritur. Më vonë gjatë ditës do të kemi edhe më tepër informacion. Besart, falenderoj për gjitha udhësitë e përcjella këtu drejt për drejt